Tirana po bëhet gati për festimet e ditës së verës ashtu siç do tradita. Bashkia e kryeqytetit njoftoi kufizime të përkohshme të qarkullimit të automjeteve në disa nga rrugët kryesore të kryeqytetit në kuadër të aktiviteteve festive që do të mbahen në zona të ndryshme. Sipas njoftimit zyrtar, devijimi i trafikut do të nisë nga ora 12:00 e datës 13 mars dhe do të zgjasë deri në orët e para të datës 15 mars 2026. Me qëllim garantimin e mbarvajtjes së këtyre aktiviteteve dhe për t'u dhënë mundësi qytetarëve të festojnë qetësisht, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim edhe me Policinë e Shtetit ka ndërmarrë të gjitha masat për kufizimin e qarkullimit të automjeteve në disa prej rrugëve, ku është planifikuar zhvillimi i aktiviteteve. Në këtë kuadër, nga data 13 mars ora 22:00 deri më 14 mars në orën 18:00 do të kufizohet qarkullimi në segmentet e bulevardit Dëshmorët e Kombit nga Ministria e Brendshme deri në fillim të Ish Hotel Dajti, si edhe në vijim nga ura e Ish Hotel Dajti deri në kryqëzimin me rrugën Ismail Qemali, më pas deri në kryqëzimin me rrugën Gjergj Filipi dhe deri në fillim të sheshit Nën Tereza. Ndërkohë nga data 13 mars ora 12:00 deri më 15 mars në orën 2:00 do të kufizohet qarkullimi edhe në rrugën Dëshmorët e 4 Shkurtit, nga kryqëzimi me rrugën Ismail Qemali deri në kryqëzimin me rrugën Brigada 8, si dhe në rrugën Pjetër Bogdani, nga kryqëzimi me rrugën Sami Frashëri deri në kryqëzimin me rrugën Gjin Bue Shpata. Qarkullimi i automjeteve përfshir mjetet e emergjencës dhe të policisë së shtetit do të orientohet sipas planit të lëvizjes në rrugët Lek Dugagjini, Abdyl Frashëri, Papa Gjon Pali 2, Sami Frashëri, Bulevardi Jean d'Arc, Bulevardin Bajram Curri, rrugën Myslim Shyri dhe rrugën Abdi Toptani. Po ashtu bashkia bën të ditur se do të ketë ndryshime edhe në itinerarin e disa linjave urbane, linja 13 Tirana e Re dhe linja 2 tek Saugi Vjetër Kopshti Zoologjik, ish stacioni trenit, do të devijojnë lëvizjen përmes sheshit Wilson dhe bulevardit Zogu i Parë.